mundësi lëvizjet vendosje që të gjej hapësirë për të zvarrit, dhe këtu normalisht pastaj kam përshtypjen që ne shpesh nuk po e përmendim, por një rol goxha të rëndësishëm do ta ketë edhe zonja Osmani, e cila normalisht e ka për detyrë ty pyesja. Seancën konstitutive. Dhe ne brenda 30 ditëve në mos gaboj, jo? Haruar që zonja Osmani ka një afat të kufizuar zonja Osmani, pra brenda 30 ditëve. Që nga data kur po. Pra, ideja është kjo, që ne nuk mund ta mohojmë faktin që zonja Osmani do ta thrasë brenda 2 javë, 1 javë, 2 javë, kujtim, domethënë në rrethana të tjera. Brenda aprillit po themi. Që kemi pas maksimumi ka pas vendim. Po, ka qenë domethënë 27 ditë që nga data e certifikimit është vënuar kjo çështje. Pra ta kemi mund të jetë deri dhe një muaj të vonesë. Dhe këtu nuk duhet haruar as me radhë që zonja Osmani edhe mund të futet në kalkulime. Nuk mund ta përjashtojmë këtë mundësi. Në ç'kuptim? Nuk dua që të paragjykoj se do ta bëj një gjë të tillë. Po, në kuptimin që nëse derisa është pak a shumë në dorën e zonjës Osmani se kur duhet ta thrasë seancën konstitutive, dhe duke pas parasysh ajo me gjithat i ka 30 ditë, brenda këtyre ditëve mund të lejoj hapësirë që të ketë diskutime, të ketë takime, të ketë tentime, që këtë rast partia fituese siç është Lëvizja Vendosje, apo dhe pala tjetër, të krijojnë, po them, aleanca çfarë do qofshin ato, për të siguruar numrat për zgjedhjen e qeverisë, po gjithmonë duke e futur deri diku në farë forme edhe veten e pazar, nëse ajo do të dëshironte ta kishte një mandat plus. Po, vetëm se ka pak të vështirë. Nuk dua që ta besoj që zonja Osmani. Jo, dhe me ka të vështirë sepse asnjëri nga grupimet nuk krijon 81 mandat, 81 vota, domethënë që i duhen asaj në parlament. Prandaj kjo është e vetmja arsye pse ajo nuk do duhej ta bënte një gjë të tillë. As pak, domethënë, por kjo nuk e përjashton mundësi nëse realet që ne të kemi edhe ndonjë koalicion më të madh se sa ato që ne po i shohim tash. Sepse nëse kemi parasysh deklarimet e zotit Hanza para gjatë javës së shkoj, zoti Hanza e tha që preferojnë të kenë një koalicion me partitë opozitare. Megjithatë ai tha që nuk kanë vija të kuqe me asnjë parti, nuk është se kanë problem që diskutojnë edhe me Lëvizjet Vendosje nëse ata do ta kenë një ftesë për një gjë të tillë, cilën deri me tani nuk e kanë. Dhe këtë rast ne nuk mund ta përjashtojmë mundësinë që të ketë edhe ndonjë ftesë nga ana Lëvizjet Vendosje, qoftë për PDK apo për parti tjera, nëse ajo e shef që gjashat për të siguruar votat e mjaftueshme në mënyra të tjera janë pothuajse të pamundshme. Në vetë një zgjidhje këtu ju mbetet pastaj lista serbe dhe duke pas parasysh ato çfarë kanë thënë vazhdimisht, as Vendosja, as partitë opozitare nuk besoj që do të dëshironin që ta kishin në bord edhe listën e serbe në këtë rast, qoftë edhe nëse ajo ju duhet thjesht sa për vota. Po, por ama një antar problemi më i madh mbetet tek pjesa e zgjedhjes kryetarit kuvendit. Në qeveri e kanë të kushtëzuar, apo jo që duhet kenë një përfaqësues edhe nga serbët? Dhe këtë problem baka shumë po zgjidh Nena Drashić, i cili edhe këtë herë ka arritur të fitojë, të sigurojë një vend në parlament, dhe i cili që në periudhën kur ai pak shumë ishte i sigurt që do ta ketë një vend në parlament, e pati deklaruar që normalisht adresën e parë për të bashkëpunuar ka zotin Kurti, duke pas parasysh që është pjesë e qeverisë edhe aktualisht, por që nuk e përjashton mundësinë që të bashkëpunojë me të tjerët në rast se do të vijë radha që ta zënë PDK-ja me të tjerët të provojnë apo të arrijnë ta krijojnë qeverinë. Kështu që në këtë pjesën e obligimeve kushtetuese, zoti Drashić në farë forme plotson atë kushtin që e ka Kosova si shtet, pra që të krijojë qeveri në cilën duhet patjetër të marrin pjesë edhe pakicat, ndërkohë që pakicat jo serbe do t'i kenë me patjetër ose zoti Kurti ose të tjerët, në rast se ata normalisht pajtohen që të jenë pjesë e koalicionit qeverisës, sepse edhe jo për faktin e obligimeve po për faktin se ju duhet patjetër. Kështu që me ata zgjidhja është më e thjeshtë. Kanë interes të madh, pra ju duhen patjetër votat e tyre. E vërtet. Kosovë, Lidhja Demokratike e Kosovës pas disa problemeve të brendshme që pati për plasjeve sa i përket
qasjes që duhet ketë leadershipi kësaj partie pas rezultatit të zgjedhjeve. Duket se Lumir Abdigjiku është i vendosur që ose të marrë postin e kryeministrit, ose të mos futet në koalicion. Është ky një farë presioni që po i bët partive opozitare për të marrë postin e kryeministrit, apo edhe një farë shkelje syri që po i bën edhe lëvizjes vetëvendosje që taftoj në qeveri?